në përgjithësi të ne ka shumë student talentuar, pa marrë parasysh se nuk është se u jepet shumë hapësira, të ne ashtu janë mundësit, ne e dim, arti nuk është se vlerësohet shumë, nga si që vlerësohet jashtë në Evropë, sidomos, apo në Amerika, por realisht kemi shumë talenta. Biles gjatë periudhës së universitetit, unë vitin e 4, semestrin e pare kam shfrytzuar programin e shkëmbimit Erasmus. Edhe zgjodha që të jem në Turqi, kam në Universitetin Uludağ të bursës, edhe fillimisht kur shkon e kjat vjen nga një vend i vogël, ndoshta nuk jem mjaftueshëm e mirë. Ato paragjikimet edhe ato që kemi brenda vetës. Më shumë dyshime do thëja që ne i kemi, që sidomos kur shkojmë në vende të zhvilluara, na duket sikur ata kanë ecur më shpejt se ne dhe ne kemi ngel apo stagnojmë në disa drejtime. Do thoya, po kjo është pak si rezultat i sistemit, që nuk na është dhënë vlera që meritojmë, jo vetëm na, në gjitha fushat, por kur shkova atje, jo, e parë se nuk ishim i të mbrapa, biles të ne kishte student edhe më të talentuar, përveç teknikave të tjera, normal, shteti më i përparuar, ekonomia, kishin mundësi, teknika më të reja, po përveç asaj talenti nuk është që ka dalim në talent. Kur ke prirje për një fushë të caktuar, prirja besoj duhet jetë përafërsisht e njëjtë, mjafton pastaj kreativiteti që ti e shfrytëzon dhe sa e shfrytëzon të njëjti. Shumë e vërtet, madje për dallim unë do thoja se shqiptarët realisht janë shumë të guximshëm. Nëse marrim përgjithësi, shumë i talentuar. Kemi dëshmu botërisht. Okej, dikush ka që ka lind jashtë edhe ka bërë, po ne kemi shumë dëshmi edhe që nga këtu kanë shku, edhe do më thënë shumë e vështirë të arish dominojsh në një shtet që ti nuk e një, janë këmbëngulës edhe unë i vlerësoj shqiptarët për këtë aspekt. Sidomos jashtë kanë shkëlqy. Edhe këtu e shikojmë në faktin se në vend nuk është se ka shumë të themi merita ose do një shpërthim të madh, kurse jashtë më njerë vlerësohen. E këtu e shikojmë pak qalimin e sistemit. E vërtet,